Pas 12 vitesh nuk mund vazhdohet më kështu. Dhe këtë jam I bindur që nuk e thonë vetëm demokratët, por nuk shtyhet më kështu, po e thonë edhe antarët e Partisë Socialiste. Antarët e thjesht Partisë Socialiste që janë lënë harresë në 12 vite një lloj si ne demokratët. Nuk shtyhet më kështu se ka zero fonde për bujqësinë. Nuk shtyhet më kështu se po ikin të rinj. Unë jam shumë I lumtur, prandaj dhe ja nënvizova Luanit ku po fliste që ka shumë të rinj sallë, se nuk e kemi gjetur në asnjë zonë tjetër të Fierit. Kudo ku kemi shkuar, kemi parë që të rinjt mungojnë, janë larguar nga fshati. Dhe 6 vjeçja e listës hapur I gjithur derë më derë për të mbledhur votë Genti, që do të thotë Genti do t'jetë 24 orë. Prandaj këtë fushat ne nuk hymë. Mesazhi do të jepni secilit pensionist në zonë, meqense edhe këtu ka pensionist. Duan që edhe vitin tjetër pensionin ta kenë 70.000 lekë vjetra, apo ta kenë 200.000 lekë vjetra. Kjo është fushata për cilën ne po hymë. Ata që janë në marrëdhënie pune, qoftë edhe në biznes privat, duan ta kenë rrogën 400.000 lekë, sa që kanë sot, apo ta kenë minimalen 500.000 lekë. Një mësues I zonës do ta ketë rrogën 800.000 lekë sa që ka sot, apo 1.200.000 lekë sa që ta ketë me ne në pushtet pas një viti. Hym për bukën e gut, apo rrogën minimale do ta ketë 500. Ata janë pika, kyçe jona këtu, që do shkojnë deri në ndima juaj. Dhe gjithë ne bashkë si një ekip, dhe unë këtu Cakra nuk e kam merakun fare, sepse shoh këtu burra, sigurisht edhe zonja që do na bashkojnë gjatë fushatës, shoh të ri që do jenë një ekip I jashtëzakonshëm në këto 38 ditë që kanë mbetur për të mbledhur çdo votë për Partinë Demokratike dhe për të siguruar në Cakra fitoren e Partisë Demokratike.